Fillojmë pa humbur kohë, shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegën Esiona Ekonomi. Sot tashmë ka pritet të nisë, ose ndoshta edhe ka nisur disa minuta më herët, edhe dërgimi i zarfeve që do të shpërndahen drejt diasporës. Më konkretisht për përgatitjet që po bëhen edhe nga specialistë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në pallatin në pra Parkun Olimpik Feti Borova, çfarë po ndodh konkretisht? Përshëndetje Esiona. Të përshëndes në Ertil, pas shpinës time mund të shikoni karroca që mbarsin fletë votimi dhe njëkohësisht edhe thas që kanë plot me fletë votimi. Nuk kemi parë deri më tani thas me fletë votimi. Shikoni që në ato kuti të verdha janë ato fletë votimi, zarfe zgjedhore që janë përgatitur dhe janë përfunduar, ndërkohë që kompania postare duke grupuar në thas të zinj, siç po e shohim tani, thas që kanë nivel të lartë sigurie, kanë kode sigurie, pra nuk janë të hapshëm dhe as të dëmtueshëm, dhe çdo mëngjes nga dita e sotme në fakt është bërë dërgesa e parë, çdo mëngjes do të ketë një dërgesë të tillë, kompania postare i merr këto thas çdo ditë në mëngjes dhe i çon në Leipzig në Gjermani, aty ku qendra e saj është shpërndarjes në mbar botën. Sot në mëngjes janë është bërë dërgesa e parë, ku janë të gjithë të regjistruarit për qarkun e Beratit dhe të qarkut të Dibrës, që ka përfunduar thuajse i gjithi dhe është duke përfunduar aktualisht po flasim me qarku Durrës, por dërgesa e këtyre që po bëhen tani gati do të bëhet nesër në mëngjes, çdo ditë do të kemi një fluturim për në diasporë dhe konkretisht janë 25.500 zarfe që aktualisht kanë fluturuar. Dhe që u takojnë 15.500 janë votues të qarkut Berat, ndërkohë që 9.560 janë votues të qarkut Dibër. Bëhet fjalë gjithmonë për ata votues të cilët janë regjistruar me sukses pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sa u takon shteteve ku ka fluturuar ose për ku është dërguar, pra është dërguar fillimisht për në Gjermani, po pastaj do të shpërndahet në mbar botën. 11.900 janë dërguar në Itali, me 6 ju shtroket postieri nesër votuesve, në 11.200 gati në Greqi, 2.600 në Gjermani, po ashtu në SBA dhe në Francë. Pra kemi një shpërndarje gati të gjitha Europës, përfshi këtu edhe Amerikën. Procesi i cili do të zgjas disa ditë, është parashikuar që deri në 22 prill të përfundojë shpërndarja në gjithë Europën, ndërkohë që në Afrikë, në Azi apo në Amerikë do të jetë 25 prilli si parashikim paraprak, ku e gjithë shpërndarja të ketë përfunduar. I vetmi problem në Ertil aktualisht është se për shembull dy vende si Rusia, ku janë regjistruar 16 shqiptar që jetojnë atje, dhe Irani, ku është regjistruar një shqiptar, kompania postare, që është një kompani europiane, e ka të ndaluar të fluturojë për shkak të sanksioneve që ka vendosur Bashkimi Evropian ndaj Iranit dhe Rusisë për arsye politike. Por edhe në këtë rast DHL-ja është duke menduar nëse me agjenci partnere mund garantohet drejt në votës edhe për këta votues që janë në këto zona specifike. Nuk e di nëse kërkon ndonjë detaj për ndonjë qark caktuar apo për ndonjë shtet caktuar, jam e hapur. Jo, kjo ishte shumë interesante për herë të parë, pra e dëgjojmë për Iranin dhe Rusinë, se si ata kanë të drejtën e votës, ju thatë një qytetar në Iran edhe 16 në Rusi, duke u nisur nga sanksionet. 16 në Rusi. Mirë, Esiona, është ndaluar që të bëjnë shkëmbime tregtare dhe postimi quhet kompani postare. Okej, faleminderit Esiona Ekonomi për të gjitha këto informacione që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë.